Këto afirmime janë për ty grua, për ty që ke vërtet nevojë të ngresh psikologjinë tënde dhe të besosh tek forca jote, tek vlera jote. Për më tepër, jam Merita Cake, terapiste energjetike, mentore, shkrimtare dhe jam këtu të të ndihmoj për zhvillimin tënd personal, akoma dhe në qoftë se je në fillim, akoma dhe që nuk e di çfarë të bësh, në të njëjtën kohë me terapinë në grupe dhe në individ. Gjithashtu jam këtu të të ndihmoj me video të ndryshme dhe me analizën e artës të shpirtit, të kontratës të shpirtit, vetëm me ditën e lindjes dhe të ndihmoj të zgjohesh dhe të hapësh zemrën, sepse je shumë e rëndësishme që kur ti hap zemrën, atëhere hapet zemra e tërë familjes tënde. Erdhi koha që të ngrihesh dhe jo të eshtësh. Më dëgjo dhe përsëriti këto ose shkruaj dhe ti bësh këto afirmime të paktën për 1 muaj dhe të shikosh çfarë të ndryshoj në jetën tënde. Unë Merita, ti thua emrin tënd, e dua jetën time ashtu siç është. Një burr në jetën time sjell gëzim dhe vlerë, jo komplimente. Unë nuk luftoj për vëmendje. Unë shoh kur më zgjedhin dhe kush më respekton dhe qëndroj atje. Unë dëgjoj fjalë, por i besoj veprave. Veprat tregojnë të vërtetën. Unë zgjedh njerëzit që më zgjedhin. Dashuria është rrugë me 2 drejtime. Kur diçka është e rëndësishme, gjem kohë për të. Kështu shfaqet dashuria dhe respekti. Unë nuk luftoj për një vend në jetën e askujt. Vendi im ekziston natyrshëm. Unë nuk reagoj me zemërim. Unë kuptoj, vërej dhe marr vendimet e mia me qetësi. Unë zgjedh qetësinë dhe harmoninë. Drama nuk ka më vend në jetën time. Unë nuk qëndroj më në fjalët boshe. Unë vlerësoj fjalën e vërtetë dhe qëndrueshmërinë. Unë nuk mbaj askënd që largohet dhe nuk pres atë që nuk më zgjedh. Unë që sot e tutje zgjedh veten. Për ty grua që ke lejuar deri tani të bësh sakrifica, që ke vënë të tjerët në vend të parë, që nuk e par veten, nuk e zgjedhur veten, do të ndihmojnë shumë dhe përsëriti sa herë të duash në ditë, sepse njerëzit duken nga veprat dhe jo nga fjalët. Mos qëndro në eshtje atje ku nuk të zgjedhin, atje që thon fjalën të dua, por veprat e tyre nuk janë. Mos qëndro në heshtje, por fol për nevojat e tua, në qoftë se nuk shikohesh dhe nuk respektohesh. Të dua shumë dhe më ndiq më mbas për video tjetër që të mësosh çfarë gruaje je ti dhe pse të zgjedh një mashkull në të njëjtën kohë. Dhe më shkruani dhe shpërndani këto video dhe në njerëz të tjerë, sepse duke i shpërndar ndihmon në radhë të parë dhe veten tënde, sepse ajo energji kthej tek ty e shumë fishuar dhe ndihmon dhe gratë e tjera që kanë nevojë të dëgjojnë akoma dhe një fjalë që të vejnë dhe ato kufijtë e tyre të qarta dhe të shëndetshme. Ju dua shumë.